Serbia dhe Shqipëria do të luajnë një ndeshje kyçe për kualifikuesit e Botrorit 2026 në stadiumin Dupocica të Leskovacit. Një fitore do të afronte të dyja kombëtarët me play-offin, duke pasur parasysh se Anglia është praktikisht e paarritshme, kështu që është e qartë se ndeshja do të jetë tepër e luftuar. Në kuadër të përgatitjeve për sfidën e së shtunës, ka dalë në konferencë për media trajneri i Serbisë Dragan Stojković, i cili shprehu bindjen se ekipi i tij do të luajë në play-off. E dim rëndësinë e ndeshjes me Shqipërinë, është një duel për pozicionin e dytë, hap rrugën për ne në mars të vitit të ardhshëm kur ka ndeshje eliminatore. Besoj se kemi cilësinë për këtë qëllim. Është e qartë se Shqipëria mund të na çojë në rrugën për NSHBA, Meksik dhe Kanada vitin e ardhshëm, dhe e tëra çfarë duhet është të bëjmë punën aty ku ka rëndësi, në fushë. Aty është përqendrimi im, ta çoj Serbinë në Kupën e Botës, edhe pse unë e bëra atë në vitin 2022, tha Stojković. Përgjithësi serbëve nuk u pajtua me deklaratën se dueli me Shqipërinë nuk është tërheqës. Çdo ndeshje është e rëndësishme dhe domethënëse, duke parë tabelën dhe çfarë mund të ndodhë, Shqipëria është përparësia e të gjitha përparësive. Nuk mund të luash kundër Portugalisë, Francës dhe Gjermanisë çdo ditë. Duhet të kesh ndeshje si kjo. Për mua kjo është ndeshja dhe kundërshtari më i rëndësishëm. Një ndeshje e vështirë na pret. Po, nuk do të jetë e lehtë. Nëse nuk kemi mjaftueshëm të angazhuar, do të kemi probleme. Ashtu si Barcelona pati probleme kundër Sevilje, sepse nuk reagoi siç duhet. Shikoni Letoninë, atë qëndrim që kishim kundër nesh, tha Stojković. Trajneri i Serbisë pati dhe një thirrje të fortë për tifozët serb, duke kërkuar një sjellje dinjitoze dhe shmangje në situatave të ngjashme me ndeshjen e Beogradit në vitin 2014. Do të doja të bëja një apel. Të gjithë ata që do të vinë në stadium në emër të gjithë ne dhe ju, ndajnë të njëjtin mendim me mua, që ndeshja të zhvillohet me lojë dhe sjellje të ndershme dhe korrekte. Nuk do të doja që ne të futeshim në një situatë ku të marrim një penalitet. Një marrëzi do ishte. Kjo është e panevojshme. Ekipi kombëtar kërkon mbështetje, për ta mbështetur, për t'i uruar fat, për t'u përqendruar ekskluzivisht në çështjet e futbollit. Kjo është ajo që do t'u kërkoj lojtarëve. Mos fyeni askënd, brohorisni drejt dhe sakt, bëri thirrje Stojković. Sa i përket zgjedhjes së Leskovacit për këtë sfidë, një qytet e larg huliganizmit të Beogradit dhe me stadiumin me shumë më pak ulëse, Stojković tha se ekipi e njeh mirë këtë stadium. Nuk është hera parë që luajmë në Leskovac, kemi pritur Danimarkën, Zvicrën dhe Bullgarinë atje, kemi shumë përvoja të mira. Nuk është e panjohur për ne, e njohim stadiumin dhe gjithçka atje. Varet nga ne që ne ta luajmë mirë dhe të vendosim ndeshjen në favorin ton. Një avantazh apo një dizavantazh, mendoj se nuk është asnjëra. Kjo është arsyeja pse po përgatitemi dhe po bëjmë gjithçka për të dhënë maksimumin, për t'i bërë tifozët dhe njerëzit të lumtur. Njerëzit do të përmendin dhe aspekte të tjera. Është e rëndësishme që ne të përqendrohemi ekskluzivisht në futboll dhe sport, njësoj siç bëm në Tiranë kur filluam kualifikimet. Federata serbe mori një vendim për arsye sigurie, ju i pat fishek zjarrët dhe tani do të përpiqemi të jemi mikpritës të mirë, tha Stojković. Ai njoftoi po ashtu se Serbia do të duhet të bëjë pa 5 lojtarë, Lukić, Nedeljković, Vanja Milinković-Savić, Ilić dhe Gudeli për shkak të lëndimeve. Për këtë arsye ai ka ftuar në kombëtare 3 lojtarë të Superligës, Vasilije Kostov, Vanja Dragojević dhe Lazar Angelović. Ka pasur ndryshime, kemi një listë gjatë lojtarësh të lënduar, nuk është lajm i mirë, por kështu është. Sasha Lukić ka një dëmtim dhe do të mungoj 4 deri në 6 javë, megjithse nuk mund të mbështetemi tek ai për Shqipërinë për shkak të pezullimit. Ivan Ilić dëmtoi pulpën e këmbës kundër Atalantës, nuk ishte në protokoll për 2 nga 3 ndeshjet dhe nuk luajti në të tretën. Kataj Zante ka një dëmtim në gjuhë dhe nuk po stërvitet. Kosta Nedeljković ka një dëmtim në gjuhë dhe do të qëndrojë jashtë fushës për 2 muaj. Gudeli ndjeu dhimbje në zonën e legenit. Vanja Milinković-Savić ka dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, ka luajtur në injeksione. Doktori Napoli të raportoi se ai ka nevojë për 10 ditë rikuperim, kështu që ai nuk do të vijë, njoftoi trajneri i Serbisë. Ai po ashtu njoftoi se formacioni startues do të jetë krejtësisht i ndryshëm nga ai që luajti kundër Anglisë në Maracana.
Asnjë sistem nuk garanton sukses, nuk ka formulë magjike. Pyetja vetme është se si lojtarët i kuptojnë dhe i zbatojnë idet. Duhet të qëndroj qetë dhe i përmbajtur, siç kam qenë gjithmonë, nuk ndjej presion dhe dua t'ua kaloj këtë lojtarëve. Nuk besoj se lojtarëve u mungon vetbesimi, mezi presin ndeshjen dhe duan ta kthejnë atë ditë të keqe kundër anglezëve në një të mirë. Ekipi do të ndryshojë, do të jetë krejtësisht ndryshe, deklaroi Pixie.